pasur shumë herë raste kur I kom lënë fëmijën në një qoshe dhe I kom thënë pritni ju këtu, unë ta ndezi kerrin, në rast se unë vonohem, kontaktoni X personin ose kontaktoni babin, kontaktoni tetën ose dikë tjetër në mënyrën e vetme që t'i pshtoj ata në rast se shpërthan kerri ose diçka. Tih 22 godine koliko sam ja u novinarstvu, doživeo sam I pretnje smrću, doživeo sam I dakle, neke određene pritiske, targetiranja, kako od institucije ovde na Kosovu, tako I od nekih medija, tabloida, ali nažalost u posljednjih nekoliko godina I institucije u Srbiji. Siguria e gazetarëve në Kosovë besoj në fakt që prej pas luftës ka qenë gjithmonë rrezikuar, është një prej profesioneve më të vështira dhe më të rrezikshme për të ushtruar në Kosovë për shkak të kompleksitetit që bart. Situation is not good and it's deteriorating. I think we can say there's an escalating culture of impunity. There are many attacks. We see politicians, interestingly enough, often using the same rhetorics. Journalists are fifth column, journalists are traitors, journalists are enemies. Liria e shprehjes është njëra nga vlerat thelbësore të demokracisë. Gazetarët portretizohen si simbol I rezistencës që garanton lirinë e fjalës dhe hapësirën për zhvillimin e mediave. Me demokracitë në zhvillim, vendet e Ballkanit nisën ngritjen për të mirë në indekset që masin lirinë e fjalës. Entuziastët e gazetarisë të përkrahur kryesisht nga donatorët ndërkombëtar arritën që të zhvillojnë një frymë lirie në mediat e Kosovës, e cila u evidentua edhe nga raportet ndërkombëtare. Prova dokumentojnë që ndryshimet gjeopolitike dhe pandemia COVID-19 ndikuan që trajektoria që dokumenton të lirinë e mediave të merr te kaje tjetër. Gjatë dhe pas pandemisë, raporti I reporterëve pa kufi, por edhe raportet e organizatave lokale të gazetarëve tregojnë regres në lirinë e mediave. Sipas reporterëve pa kufi, Kosova renditet në vendin e 99 në botë në vitin 2025, që pasqyron një rënje të konsiderueshme nga renditja vitit 2024, e cila ishte në vendin e 75. Buxheti I RTK-s nuk është alokuar që ka përbën shkelje të drejt për drejt të ligjit të punës dhe një goditje ndaj dinjitetit të qindra punëtorëve të këtij institucioni. Fatmirësisht që për vitin 2005 nuk ka vrasje të gazetarëve, por ka raste të shumta të sulmeve fizike, të denigrimeve të ndryshme ndaj gazetarëve, edhe vitet e fundit janë alarmuese. Në fakt, pas vitit 2023 që konsiderohet viti më I rrezikshëm për gazetarët, që për vitit 2004, kur kanë qenë trazirat e Marsit, dhe pastaj fatkeqësisht edhe vrasjen në vitin 2005. Rreziqet në Ballkanin perëndimor për sigurinë e gazetarëve vijnë prej shumë faktorëve, këtu shtu edhe influencën e jashtme që synon që Ballkanin perëndimor me mbush me dezinformata. Rreziqet fillestare për gazetarët këtu në këtë situatë nuk bën përjashtime as Kosova, dhe rreziqet nisin me rreziqet fizike, pra me pasigurinë fizike të gazetarëve për zona të caktuara me raportu, po dhe për më marrë me tema të caktuara, pra elementi kryesor që gazetarët në këtë vend nuk është me pas dijen se elementin kryesor ose aftësinë për paraqitje, mirë po këtu duhet me pas fillimisht trimnin e pastaj duhet me vazhdu me elemente tjera për memrim po gazetar, hulumtues të gazetar që bën ndryshime në shoqëri. Ndikimi politik, ai ekonomik dhe sulmet fizike janë faktorët kyç të cilët ndikojnë në rankimin negativ të Kosovës në indekset e lirisë së mediave. Nga viti 2020 e deri në nëntor të vitit 2025, Asociacioni I Gazetarëve të Kosovës ka evidentuar mbi 250 raste të sulmeve fizike dhe online ndaj gazetarëve. Të dhënat tregojnë që vetëm gjatë vitit 2025 janë evidentuar 62 raste të tilla.
Viti 2023 ka qenë më i rrezikshëm për shkak të raportimeve nga Veriu i Kosovës dhe faktit që brenda një periudhe 5 javore janë shënuar 30 sulme kundër gazetarëve, duke përfshirë sulme të rënda fizike ndaj grupeve të shumta të gazetarëve. Pastaj në 2 vitet e tjera gazetarët kanë pasur sulme të tjera fizike nëpër të gjitha anët e Kosovës. Pra, Veriu pastaj nuk ka qenë problemi vetëm, ka pasur pjesë ndryshme të Kosovës që gazetarët janë sulmuar fizikisht nga aktorë të ndryshëm, nga qytetarë të thjeshtë, le të themi, por janë penguar edhe nga zyrtar publik. Imali smo dakle sve vreme od 2021. Druge krizu na severu Kosova koja je takođe za novinare redakcija kako i na srpskom, tako i na albanskom jeziku bila izuzetno teška i izazovna što se tiče bezbednosti. Kada govorimo o poslednjim vrstama pritisaka koji su došli, da tako kažemo, iz Beograda ili od strane, kako mi verujemo, vlasti u Beogradu, zaista to jeste ono što se dešavalo sa portalom Srpski glas. Taj portal nema impresum, niko ne stoji iza njega, ali priroda napada na nas zapravo jeste da stvori jednu određenu vrstu pritisaka i pokušaj da promenimo našu uređivačku politiku koja jeste onakva kakva jeste i situacija na Kosovu. Pra shumë faktor e cenojnë sigurinë fizike fillimisht të gazetarëve, pastaj edhe aspektet tjera të sigurisë së personalitetit të tyre edhe të ambientit ku ata punojnë. Sulmet vinë fillimisht në aspektin e presionit të vazhdueshëm online e tjerë, pastaj derivojnë në sulme fizike, ekonomike, sociale e tjerë për gazetarët, po një element shumë i rëndësishëm që duhet mu përmend këtu edhe për familjarët e tyre edhe për rrethin e gjamë, pra shumë problem me qenë gazetar profesional në këtë vend e me mujtë edhe familja jote mos me pas pasoja. Të dhëna nga databaza e Asociacionit të Gazetarëve të Kosovës tregojnë për një rritje të theksuar të sulmeve dhe presionit ndaj gazetarëve. Presioni është i sofistikuar dhe sot përpos armëve, kërcënimeve, rrahjeve, përdoret edhe teknologjia. Ardiana Thaçi, një gazetare shpërblyer me shumë çmime gazetareske, u shndrua në cak të një fushate e cila përdori grupe të Telegramit për të ushtruar presion, kërcënime dhe sulme online ndaj familjes dhe vet Ardianës. Pasojat ishin shumë të rënda, frikë, panik e shumë shqetësime për familjen dhe krejt rrethin e saj. Ka qenë maj i vitit kalun, kur ne patëm raportu, ka fundi i prillit, në fakt ne patëm pas 2 emisione në cilët patëm raportu për gjetjet që kishin bërë gazetarët e Kings Kosovës brenda grupit Alp Kings. Me njerë pas vetë ose 7 ditë që kishin bërë këto raportime, në një mëngjes, në një të hënë mëngjes kur zgjohem, pas që telefoni jam ish bombardu nga telefonata të shumta, me numrat të panjohur, mesazhe, gjitha rrjetet sociale, kisha marrë mesazhe të shumta. Disa mesazhe ishin para lajmërim që më tregonin që numri im ishte bërë pjesë Alp Kingsit, të tjerat ishin kërkesa sa kushton nata, sa e bukur koke, po vipot, fotografi të organeve gjinitale, fotografi porno të ndryshme. Për mu ke njerë fillimisht një shok. Të hanën ndodhit martën e kisha emisionin kër u bu publik i gjithë shka, të mërkurën të ajtë në mëngjes, kisha një emision të dytë, në të cilin mora reagimet e të gjitha institucionave të ndryshme, të cilit reaguan tashme, u mbledh Këshilli i Sigurisë, raportoi drejtori i policisë, dhe të nesërmen, të premten, ky grup i cili u mbyll fatvarësisht, grupi prej 100.000 burrave u mbyll nga prokuroria themelore dhe policia e Kosovës, e cila po bënte një punë kogja shumë aktive në ato ditë. Ardiana është në mesin e qindra vajzave në Kosovë që pësuan nga grupi Alp King. 10 gra që në përditshmërinë e vendit janë pjesë e skenës publike u dehumanizua nga grupi pornografik i cili synim kishte dëmtimin e reputacionit edhe friksimin e tyre nga pjesëmarrja në jetën publike. Operacioni i policisë ndikoi që grupi të mbyllej, por kjo nuk nënkuptonte ndalimin e presionit. Sulmet kibernetike dhe gjua e urrëties në platformat online vazhduan me të njëjtin trend. Pas Alp King,
Asociacioni i gazetarëve dokumentoi mbi 20 raste të tjera ku gazetarët u kërcënuan në platformat online. Të premten u hapën disa grupe të reja dhe aty u bë thirrje që të publikoheshin të gjithë familja ime, duke përfshirë familjen time të gjerë dhe të ngushtë, dhe aty ka qenë thyrja ime e parë emocionale në atë përmas. Për shkak se ne kemi pasur gjatë punës së gazetare ka shumë herë që ti thehesh emocionalisht, ti mendon që nuk vlerësohesh, mendon ke frikë për fëmijën. Dakle, onda kada pokušate da svoj posao obavljate odgovorno, u skladu sa novinarskim standardima i etikom, vi često postajete neko ko smeta određenim strukturama vlasti i centrima moći i onda doživite pritiske i pretnje koje sam i ja imao, dakle, kroz svoju karijeru, novinarsku dosadašnju karijeru. I biti novinar na Kosovu, posebno u medijima koji izveštavaju na srpskom jeziku, često znači biti između dve vatre. Dakle, kao što sam rekao, ti pritisci su se dešavali i iz Beograda i iz Prištine, zavisno od trenutka i vremena u kome radimo i živimo. Në databazën e AGK-s, sulmet kibernetike dhe dhuna online rënditën si arma kryesore e sulmeve ndaj gazetarëve. Por, statistikat tregojnë edhe raste të sulmeve fizike direkte ndaj gazetarëve dhe punonjësve medial. Sulmet direkte fizike janë njëri nga shkaktarët kryesor që gazetarët hulumtues braktisin profesionin në mungesë të mbështetjes dhe drejtësisë, por organizatat e gazetarëve nuk kanë ndonjë listë që evidenton numrin e saktë atyre që braktisën profesionin për shkak të kërcënimeve. Në vitin 2004, gazetarja Fatmire Tërdeci raportonte për kohën ditore. Ajo u plagos me armë zjarri në kohën kur ishte shtatzën. Sot, 21 vite pas ngjarjes, tentimvrasja ndaj saj asnjëherë nuk është zbardhur, duke e lënë Tërdecin në ankthin e pritjes. Pak kohë pas tentimvrasjes dhe kërcënimeve të njëpasnjëshme sa herë që ajo tentoi ta riaktualizojë rastin e saj, Tërdeci u largua nga gazetaria. Rasti i gazetarës Fatmire Tërdeci tregon një rast model qysh institucionet dështojnë me zbulu kush është sulmuesi i një gazetarëve dhe një pasojë pastaj që një gazetare të nivelit të tillë e nxjerr prej profesionit dhe obligon me kry një punë tjetër në raport me se thjesht gazetar duhet me kuptuar që punën e bojnë për me majt familjen, e bojnë për me garantuar një mirëqenie dhe obligohet me kry një punë tjetër për shkak se është ndije e kërcënuar dhe është ndije e pambështetur prej institucioneve të sundimit të ligjit në punën e vet. Ekipet e veçanta hetimore të prokurorisë e policisë janë themeluar në Kosovë për të hetuar krimet ndaj gazetarëve. Përkundër këtij angazhimi, databazat e Asociacionit të Gazetarëve të Kosovës vazhdojnë të mbajnë një listë të gjatë me rastet të vrasjeve dhe sulmeve ndaj gazetarëve, të cilat kanë mbetur të pazbuluara, ndërsa kryerësit e këtyre akteve vazhdojnë të jenë të lirë. Është një dështim epokal i drejtësisë në Kosovë i të gjitha ngjyrave në kuptimin që fillimisht i kishte OKB-ja UNMIK-u me Rejmeto, pastaj Uleksi dhe në fund gjyqësori i Kosovës. Familjet e personave të vrarë, gazetarët të vrarë, që janë vrarë duke bërë punën e tyre, meritojnë drejtësi, meritojnë përgjigje, meritojnë komfort për të ditur vrasësit, për të ditur arsyet dhe motivet. Dhe besoj që kjo është një plagë, është një hije e zezë e gjyqësorit të Kosovës në këto 25-26 vjetë pas luftës, e në mesin e tyre është natyrisht edhe tentimvrasja ndaj Fatmire Tërdecit që ka mbetur e pazbuluar kaq shumë vjetë. Rastet e këtyre sulmeve vrasjeve në gazetarë nuk vjetrohen asnjëherë. Ato duhej që të kishte një sistem nga gjyqësori që në momentin që ka një informacion të ri të rihapeshin. Dëshmitë tregojnë se në 5 vitet e fundit vetëm 6 raste të sulmeve ndaj gazetarëve kanë përfunduar me dënime. Pjesa tjetër është mbyllur me gjoba, urdhra ndëshkimor ose mbetet ende në proces. Megjithëse mbi 50 raste evidentuan të jenë raportuar në polici e prokurori gjatë kësaj periudhe. Në vitin 2021, nga 16 incidente të raportuara vetëm 3 përfunduan me dënim.
Në vitin 2022, nga 12 incidente të raportuara vetëm 1 përfundoi me dënim. Në vitin 2023, nga 5 raste vetëm 1 përfundoi me dënim. Në vitin 2024, të dhënat tregojnë që janë trajtuar 9 raste, por proceset nuk kanë marrë epilog gjyqësor. Në vitin 2025, raportuan 3 raste të pranuara dhe vetëm 1 rast me epilog. Shifrat janë të qarta. Rastet e raportuara përfundojnë me dënime simbolike ndërsa mos ndëshkueshmëria është e lartë. Autoritetet deklarativisht e thonë se janë duke u angazhuar për të vendosur drejtësi në vend, mirë po aktivistët dhe gazetarët e thonë të kundërtën. Prokuroria themelore në Prishtinë çdo herë ka mekanizmin e posaçëm se është në nivel të detyrës me anë të prokurorit kujdestar, edhe i raportohet rasti, edhe prokurori kujdestar natyrisht që bashkëpunon ngushtë me koordinatorin dhe me zyrën e prokurorit shtetit, me koordinatorin kombëtar në trajtimin e gjitha rastet që kanë të bëjnë me rastet e gazetarëve. Pra, nëse një rast na vjen informata apo informata nga policia apo burime tjera, njoftohet prokurori kujdestar, edhe ai e trajton rastin me prioritet sepse ndërtijen e tina është rastin ndaj gazetarëve duhet të trajtohet me prioritet dhe i merr të gjitha veprimet e nevojshme se në një rast të caktuar a ka elemente apo nuk ka elemente të veprës penale. Nëse ka elemente të veprës penale, varësisht nga të gjeturat, edhe propozon edhe kemi raste që propozojmë edhe masa për sigurimin e prezencës të prandërit në procedurë dhe ashtu që prokurori kujdestar i merr të gjitha veprimet e domosdoshme dhe të nevojshme lidhur me punën sa më të mirë të gazetarëve. Elementi kryesor që këtu duhet me kuptu është qysh ne shihemi në syt edhe të politikanëve, edhe të autoriteteve të sundimit të ligjit, po dhe të autoriteteve të sigurisë. Neve na ka ndodhur me pas kolegët të një media tjetër, e cila është pengu në punën e vet prej bodyguardëve të kryeministit dhe kryeministri nuk ka reagu në raport me sulmin ndaj saj. Ose kemi rastin e Prizrenit ku gazetari është sulmu në prezencë të policisë nga protestues dhe policia nuk ka reagu me mbrojt. Ose i ke rastet e shumta në numër të sulmeve ndaj gazetareve, pra gazetareve gra në veri të Kosovës, ku forcat e KFOR-it nuk ndërhyjnë për me i mbrojt ato, mirë po vetëm shikojnë dhe presin që sulmuesit me u largu prej tyne. Pra, na tregon që këtu hallka e parë që është mbrojtja direkt ndaj gazetarëve nuk funksionon. Këtu shtot është anën tjetër që i kemi edhe sulmet kibernetike dhe gjuhën e urrëties në mediat online, pra nuk ka një vullnet të institucioneve të sigurisë dhe të institucioneve të zbatimit të ligjit për me garantu një mbrojtje në atë zinxhirin e parë për gazetarët. Më 16 mars 2023, në garazhin e shtëpisë së redaktorit të RTK-s Alban Selimi në Fushë Kosovë, i dënuari tashmë Arsim Limani kishte hedhur shishe benzine të ndezur përderisa Selimi nuk kishte qenë në shtëpi dhe duke rrezikuar kështu jetën e anëtarëve të tjerë të familjes, përkatësisht bashkëshortës së tij dhe 2 fëmijëve të tij. Por sa është i mjaftueshëm dënimi prej vetëm 4 vite burg për tentim vrasjen e një gazetari? Sa i përket dënime, pra absolutisht jemi të vetëdijshëm që shpesh ato janë sharake dhe në fakt e bëjnë të kundërtën asaj që duhet ta bënin, pra i nxisin të tjerët që të kryejnë sulme, sepse ka pasur raste kur sulmi ndaj gazetarëve dikush është dënuar me gjop 300 euro. Dhe ka shumë njerëz që kaq shumë janë të indoktrinuar, të intoksikuar me gjithë debatin politik që bëhet në Kosovë, saqë thotë që unë mund t'jap një shuplak një gazetari sepse kam 300 euro. Edhe fatkeqësisht duhet të them që një pjesë shumë e madhe e këtyre kërcënimeve që vijnë nga gazetarëve janë nga qytetarët e Kosovës që nuk jetojnë në Kosovë. Pra që jetojnë në shtete të ndryshme të Evropës, e që siç ka ndodhur edhe me politikanët, pra ndonjëherë ndodh që arrestohen kur vinë në Kosovë ose ka bashkëpunim me organet e shteteve përkatëse për t'i adresuar këto çështje. Çështja e dënimit spari nuk është çështje që e jep prokuroria, dënimin e jep gjykata. Prokuroria ndaj vendimit të gjykatës gjithnjë e më shumë bën ankesa kundër gjykimit për shkak të vendimit për dënim. Edhe vendimi përfundimtar merret nga gjykata. Tani, në princip, ne kemi një vlerësim të përgjithshëm që dënimet kanë qenë të ulta. Dhe çështja ajo ka qenë që lëvizjet në praktikë gjyqësore duhet të jenë graduale. Sepse nëse ne kemi një politikë kryesisht të ndëshkimore dhe sot kemi një dënim të lartë për një rast, kjo në fakt e vendos në kontekst të pabarazisë çështjen.
Pra, esenca edhe qasja e KXH-s, dhe diskutimet me ekspert, po edhe me vetë Gjykatën Supreme që është akteri kryesor në proces është që lëvizja të jetë graduale. Dhe po besoj që edhe me frymën e re që është vendosur në sistemin gjyqësor, po edhe me qasjen e monitorimit, ta themi, të sistemit gjyqësor, lëvizjet janë pozitive. Mesazhi është i qartë, tolerim i dhunës, arsyetim i dhunës. Tash, ajo që na duhet me thonë këtu publikisht është që për shkak të kritikës së vazhdueshme, na nuk jemi shumë të mirëpritur as për institucioneve të sundimit ligjit, për shkak se edhe atje mundet me pas situata të hakmarrjes ose të tolerimit të një narrativ tolerues ndaj sulmeve ndaj gazetarëve. Pra nëse na kemi një komunitet shoqëror i cili thotë hajtë se mirja ka mbo se e ka lyp, atëherë ajo ka me na u reflektu në krejt mekanizmat shërbëtor. Pra na duhet me ndru prej esencës, prej bazës, ku na duhet me e konstatu që rrahja e gazetarit për shkak të punës vet është sulm jo ndaj tij, është sulm ndaj demokracisë së vendit tonë, është sulm edhe ndaj këtij rendit kushtetues. Pa smo samo u 2023 imali 2 napada na mene i moje kolege, jedan ovdje u Goraždevcu, jedan u Peći. Dakle, to su svakako neke stvari koje su sastavni deo ovog posla, posebno ukoliko se bavite nekim istraživačkim temama. I generalno, ako uzmemo u obzir intenzitet tih pojava u smislu fizičkih i verbalnih napada od 2002. 2003. od kad sam ja počeo da radim ovde pa sve do prošle godine kada smo imali poslednji incident upravo u ovim prostorijama i problem sa kosovskom policijom, zapravo taj intenzitet ne slabi i u tom nekom kontekstu možemo slobodno da kažemo da je bezbednost novinara, posebno u sredinama poput Goraždevca, gde često nije lako raditi i gde imate brojne uticajne grupe, dakle, bezbednost je loša. Nga një vend me liri të moderuar të medias, Kosova rëshqiti në një vend me probleme serioze për fjalën e lirë. Një varg faktorësh ndikuan që raporte vendore ndërkombëtare të ngrisin alarmin për zvoglimin e lirisë së mediave në vitet e fundit. Gjetjet e raporteve ndërkombëtare janë injoruar nga vendimarrësit apo në situatën më të rëndë, gazetarët janë fajsuar sërish për gjendjen e lirisë së mediave. Institucionet e Kosovës për vite me radhë kanë heshtur në adresimin e kritikave nga reporteret pa kufij, Freedom House apo edhe organizatave lokale. Absolutisht ne kemi pasur me vite të tëra qeveri të ndryshme që janë udhëhequr edhe nga njerëz të ashtu quajtur, por të quajtur të dalin nga lufta, janë udhëhequr nga partitë të tjera politike, të gjithë kanë sulmuar mediat, gazetarët në momente të caktuara, në forma të caktuara, por asnjëherë nuk ka qenë ky nivel, kjo egërsi e sulmeve, që natyrisht i atribuohet edhe faktit që ka më shumë media sociale, që ka rritje të përdorimit të mediave sociale, pra ka më shumë kanale për ta nxjerrë gjithë këtë energji negative dhe këto sulme ndaj gazetarëve. Ajo çfarë bëjnë krerët e shtetit duke përfshirë presidentin Osmani është pra që ofrojnë platformë mira njerëzve të tjerë për nxitur gjuhë të urrëties ndaj gazetarëve dhe kjo është përkeqësi. Situata është problematike në gjithë sferën mediale përfshirë gazetarët e komunitetit serb që jetojnë në Kosovë. Mos respektimi i dygjuhësisë nga institucionet që garantohet me kushtetut është vetëm një ndër problemet që derivojnë nga qasja institucionale në Kosovë për gazetarët. Diskursi publik ndaj gazetarëve dhe mediave nga niveli politik po shihet si një metodë demonizimi të gazetarëve dhe mediave dhe sulm edhe ndaj demokracisë në vend. Në tërë këtë kritik, qeveria e Kosovës ka preferuar të qëndrojë heshtur. Në asnjë moment dhe në asnjë formë zyrtarët e qeverisë nuk kanë pranuar të intervistohen dhe të japin shpjegimet e tyre për raportet negative në lirinë e medias dhe rritjen e dhunës ndaj gazetarëve. Të vetmet qëndrime janë ato në rrjetet sociale ku qeveria lavdohej për punën në raport me mediat.
ka një trend të demonizimit të profesionit, pra të rritjes së urrëties ndaj profesionit të gazetarit. Kjo vjen kryesisht prej strukturave politike dhe strukturave të parapolitikës, të cilat në esencë synojnë që punën e gazetarit me demonizu, dhe në këtë mënyrë kur demonizohet puna e gazetarit, atëherë na kemi me pas edhe rritje të sulmeve dhe të presionit ndaj tyre. Pra, nuk është vetëm në vitin e fundit, mirë po kjo tendencë është në rritje edhe me trendet globale, ku puna e njerëzve që zbulojnë, hulumtojnë e tjerë, është duke u demonizu ose duke u tentu mu neutralizu, dhe kjo pastaj derivan me shtim të dhunës edhe presionin ndaj gazetarëve. Situata nuk është më mirë as në regjion as vendet të tjera të rajonit. Jam Brathu, përfaqësuesi i 6 i OSBE-s për lirinë e medias dhe ish ambasadori OSBE-s në Kosovë me shërbim mbi 9 vite, përfshirë edhe periudhën si ambasadori Norvegjisë në Kosovë. Thot se ajo çka dallon sulmet e fundit në Kosovë ndaj gazetarëve është fakti se janë shndruar në sulme sistematike. We see this in countries outside the Western Balkans as well. But we see the pattern very clearly in the countries of the Western Balkans. And it is hugely disturbing because it shouldn't be like that. When I hear politicians speak like this, it sends me the message that they don't really believe in democracy. Because if you believe in democracy, you're ready to accept difficult questions. You're ready to accept criticism. And you have answers. The answers may not be accepted by everyone, but you respect the right to criticize. And you respect your responsibility to answer. I have to say there have been improvements, and that should be acknowledged. Defamation was decriminalized, for example, some time ago. There has been training of police, prosecutors, judges. There have been appointments of special prosecutors and judges to follow up on attacks against journalists. So there's an institutional framework now that didn't exist before. So that shows some kind of a commitment on the part of the state to address these issues. Or the question that can be asked is, well, how well do these mechanisms function? And I think that's where we are today, and there's a need to look at how these mechanisms function or don't function well enough and to try to address those issues. But there have been improvements, but I think we also see some backsliding. And when my colleagues have shared with me the overview of various kinds of attacks and assaults against journalists in Kosovo from the 1st of January until the 16th of October, it doesn't look good. And I think it's worse now than in my time in Kosovo. There were attacks then as well. A prominent journalist, Vebi Katazi, I remember, was beaten up, and some others as well. But now it seems to be more systematic, and almost every month there have been incidents that have been registered. So there have been improvements, yes, but I think there needs to be more awareness of continued efforts. Institutional mechanisms are implemented by people. So the question is, are the people in the relevant positions taking their responsibility? If they are not taking their responsibility, why? And then we can ask questions about possible political interference, political pressures on individuals in the institutions. It has something to do with the perception that police, prosecutors, and judges have of the role of journalists in a democratic society. And I'm afraid that there is not a good enough understanding of the very pivotal role that journalists and media play in a democratic society. An attack on any individual, of course, is unlawful. An attack on a journalist is also unlawful, but it is worse than an attack on a citizen, in the sense that journalists perform a public service. They bring information to the public, and thus they are publicly exposed individuals, and for that reason, throughout Europe, they are accorded special protections. And that needs to be properly understood by police, by prosecutors, by judges. Misioni i OSBE-s në Kosovë ka luajtur rol të rëndësishëm në mbështetjen e lirisë së medias, në fuqizimin e institucioneve mediale, por edhe atyre të rendit dhe ligjit, veçanërisht
në trajtimin e rasteve që lidhen me sulmet ndaj gazetarëve. Megjithatë, ky mision thekson se nevojitet më tej zhvillimi trajnimeve dhe krijimi një infrastrukture të qëndrueshme shoqërore dhe institucionale për të rritur kuptimin mbi rolin e medias dhe punën e gazetarëve, si dhe për të adresuar në mënyrë efektive rastet e dhunës ndaj tyre. Looking at the current trends, I would say that the assessment is one of concern and I think for the media sector and the institutions to be worried about. I believe the number is 56 confirmed reported incidents of attacks against journalists this calendar year, which is already exceeding the figure for 2024. So that in itself, I think, should be an area of concern. I do think the environment, the overall media environment is one of concern as well. There seems to be a lack of intolerance, an increase in online harassment, especially of women journalists as well, where the language being used is one that is of real concern. So I do think looking at this year and looking at the media sector holistically, I think there is certainly a need for a reset. And I certainly believe that the current trends I do not think are sustainable when one is talking about the importance of media freedom, but also protecting the journalists who are trying to maintain those standards and hold government and institutions to account. I do think it is a general rule that institutions are very rarely able to put in place laws and regulations that keep track with technological and social developments. But I do think in this case, because of misinformation, because of media literacy, the necessity of this for people to have critical thinking skills, I do think there does need to be a much broader discussion around how future legislation can at least try and create that supportive environment. I do think political pressure is another one that would be of concern to me, and again, the evidence is there in terms of political figures use public statements to critique and criticise journalists in a way that I don't think is appropriate, nor is it consistent with, I think, the democratic norms that I think many political figures here are saying exist in Kosovo. So I do think reducing political pressure, respect for media freedoms, respect for those that are trying to hold governments and institutions and individuals to account, I think is another area where we should and could be doing a lot more. Liria e fjalës është themeli I çdo demokracie. Mediat janë zëri që e mban atë gjallë. Në Kosovë, gazetarët dhe mediat e pavarura kanë qenë dhe do të mbeten shtylla e zhvillimit shoqëror përkundër sfidave dhe rreziqeve që I shoqërojnë. Tani, nga funksioni im, unë nuk po gjykoj individualisht asnjë deklarat. Por çdo deklarim publik I zyrtarëve të lartë shtetëror për situatat apo për çështjet që do të përfundojnë në gjykatë, absolutisht që trajtohen si përpjekje për influencë. Tani, sigurisht ne flasim me siguri të lartë që gjyqtarët tonë nuk do të influencohen nga deklarimet publike të zyrtarëve të lartë të vendit. Por e vërteta është që edhe sipas standardeve të Këshillit të Evropës në mënyrë veçantë, po edhe nga të gjithë vlerësimet, aja konsiderohet direkt si një influencë mbi vendimarrjen. Mbetet edhe ne kemi bërë përpjekje, me thënë drejtën, që në mënyrë vazhdueshme edhe përmes reagimeve, edhe përmes deklarimeve ndryshme me bë thirrje të gjithë që kur çështja përfundon në gjykatë, atëherë duhet të lehet në dorë të gjykatës. My headline message to everyone involved in this important endeavour is the OSCE will continue to walk with you on this journey. We will continue to have your back. We will continue to promote media freedoms. We'll continue to promote the necessity of protecting journalists. We'll continue to promote the importance of proper responses to threats, and I think also continuing to promote the benefits of having a resilient democracy that is held accountable and continues to be held account, so that when it comes to decisions and if there's corruption or if there's other areas of inappropriateness, then the media are able to do that. And again, one other element of this I think would also be is access to information. I recognise how sometimes it can be very, very difficult for journalists to get information that they need.
So again, this is part of a much broader conversation I hope we can have in 2026 around freedom of access to information and again, just how can the media sector as a whole get the information it needs to be able to hold people to account. And again, that's really what democracy is there for, and the media pillar is an essential part of that. So we will continue to work with the media and continue to have your back and continue to advocate for your work. Elementi I parë është vullneti politik, pra prej politikës duhet me nis me pas respekt për profesionin e gazetarit dhe respekt prej politikës dhe për mekanizmat të cilat e rregullojnë dhe vetë rregullojnë gazetarin. Pra nuk mundën politikant me dalë dhe me demonizu gazetarët, e në anën tjetër asnjë rast për shpifje mos me dërgu në gjykat ose në rastet në institucionet e tjera. Nëse na vazhdojmë me këtë gjuhë, duhet demonizu vlerën e lirisë së shprehjes, atëherë kemi me përfundu keq dhe kemi me pas shumë ma shumë lëndë edhe për prokurinë dhe për policinë. Për neve është shumë e rëndësishme mos me pru punën me pas rastin polici edhe në prokurori, është shumë e rëndësishme shkaktarët e problemit me I trajtu. Ne mundemi shkaktarët final me I trajtu, pra një person I cili ka qenë roje dhe ka sulmu një gazetar. Po problemin e kemi që në shumicën e rasteve ne nuk e adresojmë ideologjinë e cila qënë në dhunën ndaj gazetarëve. Da bi se novinar osjećao slobodno I da bi jedan novinar na Kosovu mogao da izveštava I radi slobodno, mora da postoje određeni preduslovi. Da lokalne vlasti, tu pre svega mislim na bezbednosne strukture, novinare shvate kao partnere. Ja kom bo vetës shumë herë këtë pyetje. Çka nëson se kom gazetare dhe nuk e kom po asnjëherë veten diku tjetër. Unë e du punën që e bëj, unë ndina shumë mirë kur marr mesazhe të njerëzve të cilët puna jam I ka ndihmu, puna e ekipit të Kiks Kosovës ju ka ndihmu. We need efforts from inside Kosovo itself. Change will not come from outside, it will come from inside. And you have a young, well-educated population in Kosovo, much more well-educated today than 20 years ago. And I think that gives me some sense of hope that people will want a better life, not just for themselves, but also for their neighbors in Kosovo, because you can't be happy if your neighbors are miserable. That just leads to trouble, as we've seen in the past. And there is some unfinished business from earlier years. Journalists were killed or went missing. And interestingly, it's about an equal number of Albanians and Serbs. And that's a responsibility that should be taken very seriously. You can say, well, why didn't UNMIK do the job? Why didn't ULEX do the job? Good questions. But now it needs to be done by those who have the authority to do something about it. Not to forget these people. Impunity only leads to more violence and more crimes. And that's not good for anybody.